Ke çfarë fote për pak se pas kanë prishë edhe shpina, a? As durut e zjarëve se kanë marrë, a? As pori për hjekum qëto gjethe dhe qëto dru që jenë met. Mujna me përdorë edhe për zjarë. E sot, nuk jena me një vend më ndryshe, jena me një vend ku jena konë më herët. Sot jena të streja legjendare ku kena bo camping ose survival, ose kena mbjetu para 6 muje, e cila është videja me shikume në kanalin tonë deri tash. Kështu që kemi orë prap, mirë po një fatkeqësi është që e pas kam prej molin, dikush shofer këto. Mirë po për fat mirë, nuk e kam prek strehën prej drunit që e kena ndërtu, kështu që kena ardhë. Kena me ndërtu edhe një tjetër besoj, kena me rregullu këton. Po puna kryesore është tash që kena shumë punë me ndrejtë vendin këto se pas ka shumë dru që i kanë lanë. Po, edhe fatmirësisht pas ka shumë dru të rëzume këtu, që na vinë për ngroje. Nuk kena nevojë me prej ose diçka, që kena cek edhe videon e kalume, që na jena me një vend privat, kështu që kena edhe drejt me prej diçka tonë. Kështu që ideja për sot është me gatu një pul, që ka me na morë shumë kohë. Edhe sa një porë që kena me bota është kena me rregullu vendin për me gatu. Kena me rregullu vendin, kena me hi këtu edhe kena me ndreq vendin për zjarë se pula don po besoj dikon deri 3-4 orë. Edhe me vazhdu, me mbjetu si gjithmonë. E nuk e di sa mujt me vrejt, po këtu me veti e kena edhe një musafir tjetër, është Tërgesi, i cili ka me na animu sot, ka pas shef me orë me neve, edhe sot është këtu ku ka me na animu këgja shumë, se një me pas në punë sot, kështu që vazhdojmë. E do me thonë këtë kja hapësirë kon me dru, ku i kam prej, mirë po fatmirësisht, nuk ne kam prejk neve tendën atje, më në këtë kjo pjesë tu kon me dru, mirë po tash mujna me shfryzu dhe për në esen tjetër, kështu që po, kena mi hje krejt këto, kena mi largu, edhe kena me vazhdu me ndërdu tendën tjetër. Dhe që falë që me hana për punë, që ta ishëm me morë këto dru me pru deri këtë. Qa është të pja bojnë, nësë me ngrejëm këto, ka ide e gjitha. Kjo është ajo shtëpia legjendare që kemi ndërdu me Aldinën, edhe që është me shikumja në kanalin tonë. Po besoj që kena me rregullu prap sot, ku këtu kena me ndez një zjarë, që shqetsek Aldini me Tërgesin ma të regun që ati den, ato kena me ndërtu edhe një tent tjetër, edhe po besoj që s'kena me pas problem me fijet këtu. E po besoj që po shihet tenda mbrapa me meje ku gjendja e saj nuk është shumë e mirë, edhe se besoj që mujna me flejt se normal që gjethet ose dushku i saj është vjetru, po besoj që kena me i përdor këto që i kam prej. Tendën e re kena me ndërtu këtu dikon, zjarrin kena me qit në mes, që sheni Tërgesin edhe Aldinin, dojna me e lidh një drut madh ku kena me e lidh pulën edhe kena me e pje kadal në zjarr. Okej, tash unë jam të i bo gati senet ku me marinu pulën, ku me bodhen një sallat. Kështu që po besoj që sot kena për një me shiju qatë pul, përveç që menoj që ka me mosh shumë kohë për me gatu se kena me pjek në qatë mënyrën të sill kadal. Përderisa unë jam të përgatit venin, Aldini dhe Tërgesi janë të përgatit zjarrin edhe drut atje, kështu që vazhdojmë. Nice. E këtu me veti e kemi njerëz me krepet cila është për me bo ma të shesh me pulën, kështu që tash kemi me qit pa kuj edhe me ly kysmet. Tash është kameta dhe zjarën me ndez, ku haliti është përgatitur e marinu pulën. Tash unë po duhet me gjetë drut pak terta se ka roshi edhe kanë këgja të lagta drut dhe me nis zjarrin. Edhe këtu prej venit ku e kena gjetë edhe pe druni sa është i gat, më saktësisht zjarri do të me kon që me ndez këtu. Po më në me po, zjarrin e kena ndez, tash ka me veç edhe drunin e pulës. Me vendos këtu, ku haliti është të përgatit pulën atje. Shëndetje! Pula! Kena me sos pulën sot, a? Dini me Tërgesin e ndreqin zjarrin, unë e projëm të e marinu pulën. Këtu e kena atë sosin ose erzat ku kena me ly pulën, kështu që po jashtë edhe pak qësi. Edhe Tërgesi është do i bo të dëru të thota, i ka gjetë të thota, edhe është do i bo se na duhet një prush këgja i madh. Edhe tash krej këtë drut kena me i prej, edhe kena me i bo gati që me lona afër zjarrit, pak me utir, pak me ukall, edhe që me bo një prush këgja i madh këtë. Po e lyna pulën.
sigurohem që as edhe një pjesë mos me e lanë pa e lyse. Kjo pul ka me kon ushqimi më i mirë i këtij kanalit. Padyshim. Aldini dhe Orgesi janë të qodru, jam të ini. Që ke shumë e mirë kur jena 3 vetë, se po jena shumë ma të lirë për me bosen e tjera, kështu që unë më jena veç me qëtë punë, tash e tutje. Tash i kena marrë këtu, ku janë prej herës të kalume që i kena lënë në halite, i kish marrë kërkush, kështu që po i bëjna këtu si copat vogla, edhe na duhet që me i sos. Fiks qëta. A thu e monë. Moj Orges? Të në që të prap. Ej, qaj o pull ka musila, Dhe më thani në të e bogoti zjarën, drunën këtu e këna lidh, edhe tash vjen pula këtu lidhet, lëshohet deri këtu dikun, edhe e silin pulën rreth zjarrit, edhe po besoj që ka me u pjek kadal. Ah, pula legjendore sot ka me u pjek. Veçina tu siguru që me pjek atë që ka dal, sot që as një pjesë nuk ka me kon për pjek, për presëm 100% si ku në furë me pjek. A ma mirë? Ma mirë, besoj. Me shishme. Jena lodh, shumë jena lodh. Qërë që shqilë. Shumë nice. Po mënë me po, e kena vendus prej snoltit, ku ideja u konë edhe ma herët, qështu që kena me bo. Unë edhe halit e kena pos pak ma ndrysh, ku kena pos mi morë dhe druko gjatë gotë, me vendus kështu si loj piramide, edhe me virë pullën në midis. Po Orgesi na tregoi që të fare lloj ideje ku po na duket më e lehtë edhe më e mirë. Ku procesi i pjekjes pulës e ka edhe një gjë interesante edhe të mirë, ku mundem me pjek të naon, ku veç mundem me sill çdo. Edhe kjo rrin të usill vetë edhe pjekët për shefi. Na zakonisht zjarrin kur e bojmë normali qesim edhe gur tonash, po jena me një vend që nuk ka gur, nuk ka shanca me gjetë gur kësajde, kështu që duhet me lënë kështu edhe të nkohen me i nejtë ofër në mënyrë që mos me u shkip zjarrin. Po besoj që perfekt është tash. E përderisa pulat pjekët, na kena shumë kohë për me i ndreq tendat ku kena me flejt sot, e sidomos këtë tendën ku kena me flejtu në me Orgesin sot, edhe kena me ndërtu një tendë tjetër për Aldinin. Shqeciku haliti, pula vanë shumë derisa pjekët, na e kena një detyrë ku kena me ndreq edhe një tendë. Këto tjetër kena me renovu pak që në rast se më no shi, mos mi hi ujt, ku tash po bëhet terë më herët edhe s'kena shumë dritë, nota shumë e gatë, ku po do të menaj pak aktiv që mos me pas edhe shumë thëft. Po besoj që sot dikon deri 5 gradë ka me shku, po i kena këta zjarrat tu, i kena sleeping bagat, edhe tash na me rëndësishmja është që kena me bo shtratat prej drunit, dikon rreth 10 cm në alt, prej tokën, në mënyrë që mos me pas kontakt me lagështia dhe me të ftoftën e tokës. Tash na ka me veç ta dru me i gjetë. E përafërsisht jemi tu i mod dikon rreth 2 metra, këtu ka me shku, të më thonë shtrat, ku kena mushtrin tu, na do në ashta dikon rreth 7 ose 8 këtyne për krevetin e Aldinit edhe tamin. Tash jemi të i qu të tendat kismet. Aldin, po menoni që është lehtë me bo survival. Këto të dhynë për çdo rast në këtë jetë. Derisa unë dhe Aldini kemi bo gati ato drujt për shtrata, Orgesi është për kujdes për pulën, që po duket që është mirë. Është dosh me sill në toli farë mënyre që mos më na ra. Ja ka nis me roshri, kështu që na po provojna me lidh këtë nalt, kena me lidh kismet, edhe po besoj që mujna me nej. Ndodhe e papritura, qysh po mundi me po e kena nxit këtë torpin e madh. Çontat i kena shti krejt qëto. Ka mundësi edhe që flejna krejt në retar, po edhe nuk e bojna atë shpinë tjetër që se është bollë e terr, edhe është shi gjithçka është lagësht, kështu që për momentin është shumë nxehtë, se krejt mbuloja ashtu e kthy domethënë nxehtit. Edhe mujna me nejtë so, edhe mujna me ndrejq venin këtu dikun edhe me flejt.
E këtu me veti për pul, e kena edhe një sallat ku unë tash ku me e përgadit, si kur herën e kalume në batllok. Veti kena kajatësene, kena tomate, kena kërpurdha, kena spec, kena edhe do speca tjerë, edhe kena hudër që ka me shishmu shien e pulës. Kështu që deri atëherën e për përgadit, si po shihet, pula është shumë ofër për me më pje krejt. Pi bojnë edhe shtu gati, edhe pse u prish plani për me i ndërtu tenda tjera, prapë se prapë është mirë, që po mëni me po edhe hund mu kanë zonë se na loku shiu. Rrinja të rrjes. Edhe hudra. Opa. E që përmëni me e po salata është gati, këtë salat kena me e përgadit për në zjarë, kështu që tash për jepi Aldinit, edhe ka me e qita të në prush, ku ka me përgadit po besoj shumë shpejt. Marinimi i perime ka përfundu, që po dokën tepër shishme, edhe pjo vjen e jetë tepër e mirë. Edhe pulës i ka ardhë koha ma në fund. Pjata kryesore për sonte. Është t'ja hekum këtë sistemi. Aldin, a mojo ne i parit, lutna. Hape mon pulën. Sa mirë u pjeka, ha? Tash është ora 8, edhe dikun ka ora 4 e kena qit pulën mu përgatitur. Pula është pjek kadal, edhe nuk pas kalon as edhe një të mirë të mundshme. Nuk e kena ngut as një pik, mënyrën perfekte është pjek. Që kemi po, pulën e kena postu, edhe krejt mbetit e pulës, që janë kondeshnat e krejt, e kena gjumë një vend ma larg, ku kena morë mësim, që mos më na ofru arushat a dikush diçka na i kofshë egër ofër. A sa të prim që? Qëtë moje? E tash, këtë mbëlojnë që kena vendosë më herët, për shi nuk pe hekum hiç, për arsye se edhe natë mundet me ro shi, kështu që e kena mbëlojnë edhe se prishum gjumin. E tash kena me ullë këtë mbëlojnë kështot, njërë që mos me naro fryma direkt, edhe zjarri po besoj që nuk ka me na pengu shumë me tëm. Që Aldin pe ullim edhe pak tendën, edhe po besoj që kena me mujt me kalu mirë sot natën. E ideja nuk o konë që sot orgesi me orën me bo camping me neve, për që tha edhe i kena veç 2 sleeping baga, kështu që kena me ndo, i kena edhe 2 qebe tjera që kena me ndo edhe me fjet bashk. Është pak ftoft, po edhe jo qa shumë. Mujna me këshyri edhe në termometr sa është ftoft. Ishte edhe po shihet është dikun rreth 11 ose 12 gradë. Unë po ja jepi sleeping bagun orgesit, po për veti po e moj 2 shekun. Kena lëshu pak ma onash për arsye që mos më nëra i ftofti direkt. I nxehtë i ka shku dikun rreth 15 gradë. E orgesi e ka dhe një fjallë për fund? Shumë nxehtë të kolla. Ma nxehtë se pulja e ka. Tepër është nxehtë se është të mbojt krejt. Që na E kështu që dini më ngjes, shihemi. Natën e mirë. Inshallah s'na sulmon nëjsen. Sidomos në i far ujko. A rusha. Tung.
Mirëmëngjesi, tash na jena qu, u konë një notë këgja e rahatshme. Me thonë për mu dhe për Orgesin, për kundërzi Haliti s'ka mujt me flejt hiq. Halitin e kena posë roje prom, që na ka mojë zjarrin ndezën deri në mëngjes. E kena posë tepër nxehtë për shkak të asoj mbuluje që e kena posë na ka kthy nxehtësinë. Ku në për vete kom posë këgja nxehtë, ku Haliti ka thonë se unë për Haliti nuk kom ftoft, edhe s'ka mujt me flejt, nuk u konë në rahatshëm. Edhe ka shku dikun rreth 2-3 herë me morë dru, edhe për kundërzi Orgesi ka flejt tepër shumë. Ku s'ka livrit hiq, edhe është hera e parë për Orgesin me bo camping. Pi bojna mëngjesin, ku për mëngjes kena chicken nuggets, edhe pi bojna sanat gati. Këtu me vete kemi një solar ekstra për camping, i cilin e ka ndihmu shumë, e sidomos sot kur jena zgjuar mëngjes, e kena qit me njëherë si ka dol dielli, ku deri tash është mush 48%, një power bank dikon rreth 30.000 ampere. Po besoj që mujt me po që venin na mënu me ndreq sa ma shumë që kena mujt, shtrotën që kena ndreq, druti kena hjek edhe i kena shti mrenda të ajo streja prej drurit, edhe pse videa nuk na ka shku 100% që kena planifiku na për me bo video, dhe me thonë me ndërtu strejen tjetër prej drurit, është me rëndësi që pulin e kena pjek, edhe tash jena rrugës për shtëpia. Kështu që deri atëherë mos harroni me bo like, share edhe Subscribe. shihemi. Bye bye, peace out.